Nga qelia e paraburgimit në Durrës, Erion Velia i është drejtuar qytetarëve me një mesazh politik për zgjedhjet e 11 maj, duke kërkuar mbështetje për Partinë Socialiste dhe Edi Ramën. Një vot për Saliun and Co do të thotë t'i vesh shkelmin çdo gjëje që kemi ndërtuar, të armës europiane të fëmijëve tan, por nuk mund të jetë frikë nga ajo turmë zullumqare. Arsyeja për të bërë zgjedhjen e drejtë në 11 maj, vota juaj në 11 maj nuk duhet të jetë një vot kundër Saliut apo partizave të dala nga barku i PD-s. Vota juaj duhet të jetë një vot për punën, për presën për transformimin. Vota juaj duhet të jetë një vot për të ardhmen që na bën krenar dhe të ardhmen europiane që meritojmë. Sipas tij, vota në 11 maj duhet të jetë një mbështetje për punën dhe transferimin që ka ndodhur gjatë qeverisjes së socialistëve. Vota juaj duhet të jetë një vot për të ardhmen që na bën krenar dhe të ardhmen europiane që meritojmë. Velia thotë se ndihet krenar për ndryshimet që kanë ndodhur në vend. Ndihem krenar për Shqipërinë tonë, që jo vetëm është transferuar në mënyrë dramatike, ai sa duket si një vend tjetër nga ai që kishim deri dje, por po ecën me një ritëm maramondës drejt Europës që kemi ndëruar kaq gjatë. Në fund të mesazhit, Velia i ndalet edhe te suksesi i organizimit të etapës shqiptare të Giro Italias, duke cilësuar si dëshmi të aftësisë së vendit për të menaxhuar evente me përmasa ndërkombëtare.